Përshëndetje TikToku. Ja pra ritakohemi sërish me prezantimin e një motori tjetër për shitje. Pra, sot jemi me Piaggio Beverly 350 vitit 2012. Pra, nga postimi pasardhës, nga Piaggio Beverly tjetër që u nxor në postimin për Kratës dhe ai motor u shit për gjysmë ore. Relativisht në 85% të rasteve motorat që postohen në faqen time kanë një sukses maksimal sepse unë pretendoj të nxjerr në faqe vetëm motorat që janë më të mirë dhe shumica e postimeve janë me pagesë. Pra, për komente ata njerëz që kanë qejf të komentojnë pozitivisht apo negativisht, që jo shtrenjt, jo lirë, jo kështu e ashtu, aty ka një numër telefoni sepse në çdo postim që bëhet nga njerëzit, postimi këtu është me pagesë, ka një numër telefoni posaçëm aty dhe këto komente dërgohen i personit për cilët bëhet postimi. Lidhe me papaqin, unë e kam thënë me papaq dhe me motora kinez nuk merrem, por ato papaq u publikuan për arsye sepse ishin motorat e tjetër kujt. Nëse pak rëndësi ka, sot kemi Piaggio Beverly 350. E thash, është një supermotor. Historia e këtij motori ka lindur në vitin 2012, është prodhuar 350 kubik deri në vitin 2020, në vitin 2021 vjen pasardhësi i këtij motori Piaggio Beverly HPE 400. Seria pasardhëse e këtij mjeti. Vazhdon prodhohet deri në vitin 2026, një supermotor shumë i suksesshëm, ka freksionin në vaj. I vetmi nga teknologjia motorike është vetëm Piaggio lider në botë. Në të gjithë botën, ky është i vetmi skuter që ka freksion dhe kambio me një vend. Pra, Piaggio Beverly 350 është një motor që prodhon plot 33 kuaj fuqi, me një autonomi prej 4 litrash për 100 km, me një top speed prej 160 km/h. Një supermotor, një super engine me 8 cilindër, një motor për 1.1 litrash dhe është një super prodhim. Të gjithë ata që e kanë ekskluzivitetin ta kenë këtë motor, duhet të jenë shumë të lumtur sepse është një motor klasik që edhe të jep avantazh dhe në veshje. Vishet edhe me rroba sportive dhe me rroba serioze. Pra, e prezantojmë bashkërisht, motori është i ardhur nga Gjermania. Shikoni pra, është tejet i pastër. Është me dogan të paguar, është gati për targa. Për gjithë ju që doni një motor të shpejt, praktik, të hollë për qytet, të shpejt dhe ekonomik, ky Piaggio nxitoni ta merrni sepse është një okazion që nuk vjen për ditë. Vjen me çmim promocional për gjithë ju me çmimin 3.000 euro. E përsëris 3.000 euro dhe ky Piaggio Beverly do bëhet i juaj. Duhet ta kuptoni që zgjidhja e motorit dhe blerja e motorit tek mekaniku është shumë e rëndësishme sepse mekaniku është ai që u drejton në drejtimin e duhur për të blerë një motor me garanci dhe ai që